A keni provu me marrë avdes me përqendrim o vezrit e mi? Pra, jo me marrë avdes kështu sa me kalu rradhë, por se fillosh të mbledhësh shpirtin tatë edhe përqendrimin tatë. Momentin që bën niyetin të marrësh avdesin dhe fillon që të marrësh avdes me përqendrim duke i la me kujdes gjymtyrët e tuaja. Sepse do qëndrosh përpara Allahut xhaleshanu, vallahi, ajo fillon që të t'japi një ndjesi, edhe fillon që të t'fusi në namaz akoma pa hyrë në namaz, pra, pa hyrë në falje. Jo më kote ka caktu Allahu xhaleshanu. Është shumë i rëndësishëm avdesi, sepse profeti alayhi salatu wassalam thotë, nuk e pranon Allahu xhaleshanu namazin e dikujt për ju që nuk ka marrë avdes, që nuk merr avdes. Pra, është kusht përpara se të futesh në namaz, siç ka edhe disa kushte tjera, është kusht që njeriu të pastrohet pra që të marrë avdes. Ndërsa Uthman ibn Affani tek Imam Muslimi transmetohet se një ditë mori avdes me kujdes. Edhe tha: kam parë profetin alayhi salatu wassalam duke marrë këtë avdes kështu siç e mora unë. Dhe mbasi mbaroi profeti alayhi salatu wassalam dhe tha: kush e merr këtë avdes siç e mora unë, me këtë kujdes, me këtë përqendrim dhe të plot, pa i lënë mangut larjen e gjymtyrëve, disa për shembull nuk e lajnë mbrylin, disa nuk i lajnë kyçet, disa nuk lajnë themrën, disa nuk e lajnë mirë fytyrën, domethënë, ose nuk e fusin ujin në përduar tamam ashtu siç duhet, që uji të preki çdo pore të pjesëve dhe gjymtyrëve të avdesit, që është gabim. Kush e merr këtë avdes me kujdes, kështu siç e ka marrë unë, thotë, siç e mori profeti alayhi salatu wassalam, ati i falen të gjitha mëkatet, subhanallahu. A kupton se çfarë vlerë ka avdesi? Që ti të pastrosh shpirtin tatë, që ti të pastrosh zemrën tënde, që ti të fillosh të përqendrohesh edhe të futesh në namaz, në përjetimin e namazit, dhe të ndjesh që po del përpara Allahut xhaleshanuhu, e të marrësh vlerat e plota të namazit që të falësh për Allahun xhaleshanu.